Thonë shpesh se një foto vlen më shumë se 1000 fjalë. Një moment që ka tronditur botën ishte foto e shkrepur nga agjencia Reuters, kur një nën 22 vjeçare me një shami të hedhur në kokë ushqente me gjy vajzën e saj 6 muajshe. Në kolonën me mira njerëz që u detyruan të largohen nga vendlindja e tyre, ishte edhe sherife luta me të bien. Kjo foto ka goditur botën. Teksa flet për atë ditë, sherifja kujton: "Unë isha vetëm 22 vjeç kur u bashkëngjita karvanit. Ka qenë një ditë shumë e vështirë. Besa ka qenë shumë e vogël dhe ka qarë gjatë gjithë kohës. Nuk kemi pasur çfarë të hamë të pim. Vajza ka qëndruar tërkohën në gjy. Mora rrugën e vetme sepse burri im u bashkua OÇK-s dhe nuk e dija nëse një ditë do të takohesha me të përsëri apo jo." Mediat botërore komentuan sherifen si një nënë e re, e paveshur, me pelenën e vajzës në kokë dhe e pangrën, në një motë të ftohtë me dëbor e cila ka ecur rreth 1 muaj në këmbë, me mira banor të tjerë që po shpërnguleshin nga shtëpitë e tyre. Vajza, e cila ishte shfaqur në mediat botërore në gjyrin e nënës së saj, ishte vetëm 6 muajshe, ndërsa sot ajo është 26 vjeç dhe është një vajzë shkolluar dhe inteligjente. Ajo ka mbaruar studimet si studente ekselente dhe sot punon në një kompani shumë të fuqishme me një rol drejtues. Besiana sot kujton: "Prindrit e mi ma kanë treguar këtë foto kur unë kam qenë në klasë të tretë. Sa herë shoh këtë foto, emocionohem. Nëna ime ka bërë shumë sakrifica për mua dhe është një histori që ajo i ka lënë Kosovës. Sot në nebi kam pozuar në krah të njëra tjetrës të lumtura, por pa harruar asnjëherë sakrificat e një kombi për liri."